Në hapësirat e shkollës 7 shtatori sot është mbajtur ekspozita e nxënësit të kësaj shkolle Akil Dashevci. Akili ka gjetur në art gjuhën më të pastër për të shprehur emocionet e tij. Çdo pikturë e tij flet për botën e brendshme plot ndjenja, ngjyra dhe energji krijuese që ai shpalos me një talent të jashtëzakonshëm. Ekspozita u hap me një fjalë përshëndetëse nga drejtoresha e shkollës Hatixhe Ratkoceri, e cila vlerësoi jo vetëm talentin e Akilit, por edhe përkushtimin e tij ndaj mësimit dhe artit. Me punë të palotshme, me vëmendje të imët ndaj detajit dhe me një imagjinat të përsosur, Akili ka arritur të zhvillojë një stil personal të njohur për qartësinë e formave dhe mënyrën e veçantë se si ai e shpreh mendimin përmes ngjyrës. Pjesëmarrja e tij në ekspozitën vendore dhe ndërkombëtare ka qenë e vazhdueshme. Ai është vlerësuar për pikturën artistike dhe aftësinë për të sjellë një pëlhurë emocionale dhe tema aktuale dhe mesazhe që flasin qartë për brezin e tij. Punimet e Akilit paraqesin në këtë ekspozitë pasqyrojnë botën e tij të brendshme, vizionin e tij të lirë dhe interpretimin origjinal të realitetit. Ai përdor teknikë të kombinuar me ngjyrat e gjalla, duke krijuar kompozime harmonike që tërheqin vëmendjen dhe japin emocion. Punët e Akilit nuk janë thjesht piktura. Ato janë tregime të vogla që fitojnë suksesin, të ndalet të analizojnë dhe të reflektojnë. Suksesi që sot Akili ka arritur është padyshim një punë e palodhshme e vetë kujdestarës së klasës Afërdita Bajraktari, e cila e sheh atë si një shembull jo vetëm për shkollën, por për të gjithë shoqërinë. Akili është nxënës i klasës 12, është në drejtimin asistenti mikpritjes hoteliere, është një nxënës shumë i dashur edhe shumë i sjellshëm, është bashkëpunues me shokët e klasës edhe me të gjithë arsimtarët. Ajo tha se ndihet e lumtur kur shet që nxënësit sikurse Akili tregojnë aftësitë e tyre përtej mësimdhënies, e përkraja nga stafi i shkollës nuk mungon asnjëherë. Ne kemi prit shumë mirë dhe ju urojmë që Akili me sukseset e tij na të mrin majat më të larta në botë. Kurreshtje të mëdha kishin vetë ata, nxënësit të cilët janë edhe shokët e shoqet më të mira për Akilin, duke përkrahur atë në çdo çast. Jena shumë falënderuese për një nxënës si në shkollën tonë që ka dy talente, që është pjesa e artit. Ti shpeshihet edhe këto që të gjitha këto piktura që janë mbrapa meje, janë të ekspozuara nga Akili dhe jemi shumë falënderuese që kemi një nxënës të tillë. Po ashtu ai ka edhe profesionin e hotelerisë, që është shumë i përkushtuar në punën e tij. Dhe falenderojmë shumë se është edhe miqësor shumë edhe është shumë nxënës i sjellshëm. Duhet të thonë falenderojmë shumë nga zemra që e ka shprehur talentin tonë në shkollën tonë. Emocione të përziera kishte nëna e Akilit, Safa Boja Dashevci, e cila atij ka qëndruar pranë për herë si dhe vazhdon ta plotësojë çdo ëndër të tij, duke ndihmuar vetë Akilin në zhvillimin e tij dhe korrjen e suksesit. Po, ishte shumë emocionale, pak më ndryshe se herave tjera, për shkak se kjo ekspozit është e teta me radhë personale a Akilit, po është pak më ndryshe për arsye se është bërë në shkollën, ku Akili ka kryer, domethënë shkollën e mesme dhe si vjet Akili është maturant. Në prag të festës së 28 nëntorit është realizuar dhe ekspozita. Ajo tha se vetë shkolla ku Akili mëson i është kthyer në një nga përkrahasit e tij, e cila punon me fëmijë të kësaj kategorie në shoqëri, duke i bërë edhe ata pjesë të shoqërisë sonë. Patjetër kjo shkollë është një prej shkollave që është shumë e hapur për të gjithë nxënësit, gjithashtu kemi edhe komunitetet e tjera këtu, dhe të gjithë kanë qenë prezent, ajo e ka bërë edhe më të bujshme edhe më të pasur këtë aktivitet sot. Ekspozita Akil Dashevcit nuk ishte thjesht një pasqyrë e talentit të tij artistik, por edhe një mesazh i fortë se sfidat nuk e pengojnë krijimtarinë dhe se arti është ura që lidh zemrat dhe mendjet.